Lëvizkurja dhe plakja e popullsisë janë sprov për ekonominë shqiptare. Mosha mesatare e popullsisë vendase ka arritur në thuajse 43 vjeç dhe kjo për Bankën e Shqipërisë përbën shqetësim, sepse këto prirje kanë pasoja negative në tregun e punës, te pagat dhe dinamikat e inflacionit. Ajo ndryshon modelet e konsumit, dobëson inovacionin dhe produktivitetin, rrit kostot e prodhimit dhe në fund dikon në çmimet, investimet dhe kapacitetin prodhues, duke përbërë kërcenim për qëndrueshmërinë afatgjatë të rritjes ekonomike. Zgjidhja për këtë pikë kthese demografike, sipas Bankës së Shqipërisë, gjendet me vullnet politik duke ndërmarrë një sër reformash në fushat që preken prej saj, duke pasur në qendër të vëmendjes përqafimin e teknologjive të reja. Ato duhet të trajtojnë reformimin e sistemit të pensioneve, modernizimin e tregjeve të punës, hartimin e politikave realiste të migracionit dhe investimin në plakjet të shëndetshme të popullsisë. Të gjitha këto nënkuptojnë përqafimin e teknologjive të reja, përfshirë inteligjencën artificiale në mënyrë të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse. Gjatë prezantimit të raportit të tranzicionit, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim analizoi se plakja e popullsisë mund t'i heqë rreth 0,6% rritjes vjetore ekonomike, pra nga 4% në 3,6%.